kush në rove për mi malti o Krish Perëndi, dhe u tregove në zënës vetë tu lavdinë tënde sa mundin. Të dashur besimtar, kisha e Shën Sotirit në fshatin Zhep në qytetin e Përmetit është një nga festaret tona më të çmuara shpirtërore dhe historike. Ajo ka qenë për dekada vendi ku janë pagzuar fëmijët tanë, ku janë bekuar martesat dhe kur kemi lutur Zotin në ditë gëzimi e vështirësie. Sot kjo kishë ka nevojë për kujdesin dhe ndihmën tonë. Gjendja e saj kërkon ndërhyrje dhe restaurim në mënyrë që të ruhet si shtëpi e Zotit dhe si trashëgimi për brezat që do të vinë. Prandaj, ftojmë të gjithë besimtarët dhe jo vetëm që të kontribojnë, secili sipas mundësisë së tij. Çdo ndihmë, sado e vogël, është një vepër dashurie ndaj kishës dhe një bekim për shpirtin tonë. Le të bashkohemi së bashku që kisha jonë të mos mbetet në arres, por të vazhdojë të jetë qendra e jetës sonë shpirtërore. Çdo dhurim do të jetë transparent dhe i dokumentuar. Kontributi juaj mund të bëhet në llogarinë bankare të kishës sonë me numër llogarie 01 60 63 70 42. IBAN AL 5 1 2 0 2 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6 3 7 0 4 2. Kodi SWIFT. Kodi SGS BALTD. Banka Raiffeisen. Jeni të mirëpritur në kontributin tuaj. Këshilli Kishtar i Enorisë së Shën Sotirit, fshati Zhep. Këtu jemi në kishën e Shën Sotirit të fshatit Zhep, të rrethit të Përmetit, qarku Gjirokastër. Fshati tonë ka 3 kisha: Shën Sotirin, Shënkollin dhe Shëmitrin. Mirë po, besimi më i madh i fshatarëve është te kisha e Shën Sotirit, sepse kjo ka një histori të veçantë. Në kohën e komunizmit, kishat u prishën në fshatin tonë. Kjo kishë këtu u kthye në angar duhani, kisha tjetër u kthye në depo drithi dhe kisha tjetër u shkatrua komplet. Me kalimin e kohës, këtu janë bërë disa riparime për nevojat e kooperativës, të mos binin pika, të mos shkatërohej domethënë kisha, por megjithatë, mbasi u prish kooperativa ka 36 vjet demokraci, është e lënë në mëshirë të fatit dhe për këtë qëllim neve jemi mbledhur sot këtu që të bëjmë diçka për këtë kishë. Si thashë, kjo kishë ka një histori të veçantë, është krijuar si kishë në vitin 1817 këtu e 208 vjet përpara, edhe nuk ka qenë këtu, por ka qenë në Guri Shkallës. Kisha, atje kalonin rrugëtare dhe kisha dhe vidheshin, gjërat që ishin në kishë, paratë, çfarë kishte kisha domethënë, edhe nga Guri Shkallës deri këtu vinte një flakë. Dhe ajo flaka këtë rrugë e bënte pothuajse për ditë. I thonë edhe spotit të asaj kohe që kështu. Atëre vjen një flakë nga atje ku është kisha këtu. I thane që vendi i kishës duhet jetë atje. Prandaj u ndërtua kjo kishë këtu, ka që vjet përpara si shtamë. Tani problemi është që kjo kishë duhet të riparohet, duhet të mirëmbahet. Për këtë qëllim neve si fshatarë të gjithë do të kontribojmë. Do hapim një numër llogarie me qëllim që të grumullojmë sa të mundim të ardhura në bashkëpunim me Mitropolinë e Gjirokastrës. Këtë kishë duam që ta bëjmë. Kush është i interesuar simbas nevojës, simbas mundësive që kanë për të kontribuar, do të shikojnë numrin e llogarisë që do ta nxjerrim neve në Facebook, në për këto rrjete sociale, edhe të kontribojnë. Kjo kishë nuk është vetëm për Zhepën. Bile, dua të them kaq që të 3 fshatrat Kanikol, Draçov, Zhepë, në datën 6 gusht që ishte festa e saj, grumulloheshin në ky shesh i vogël këtu, edhe bënin
me orkestrë, do me thënë kalonin një kohë një ditën e gëzueshme të 6 gushtit, që kishte shënsotiri më kupton. Tani këto gjëra kisha unë, kush të mundje për të ndihmuar, sepse dhe Mitropolia vetë nuk e ka fondin për të investuar, kështu që të ndihmojmë dhe neve me qëllim që këtë kishë, e cila ka qenë kishë e shenjtë dhe mbetet e shenjtë, të rregullohet, do rregulluar çatia, do rregulluar një pjesë brenda për suvaj, me një fjalë riparime duhet bërë nga e para. Kontributi juaj mund të bëhet në llogarinë bankare të kishës son në numrin e mëposhtën që shfaqet në monitorin tuaj. Kush në rove për mi malti o Krisht Perëndi, dhe u tregove në zënës vetë tu lavdinë tënde sa mundin, drejtona dhe neve mëkatarëve, me dritën tënde të përjetëshme, me lutje të ylindëses, dritë dhe në slavdimë ty. Lavdiatit e birit dhe shpirtit e shenjtë, ush në robe për mi malti o Krisht Perëndi, dhe u tregove në zënës vetë tu lavdinë tënde sa mundin, drejtona dhe neve mëkatarëve, me dritën tënde të përjetëshme, me lutje të ylindëses, dritë dhe në slavdimë ty. Tani e për erën jetë të jetëve, amin. Ush në rove për mi malti o Krisht Perëndi, dhe u tregove në zënës vetë tu lavdinë tënde sa mundin, drejtona dhe neve mëkatarëve, me dritën tënde të përjetëshme, me lutje të ylindëses, dritë dhe në slavdimë ty.